është jashtëzakonisht e papranueshme dhe tregon për papërgjegjësi të madhe mungesa e kryetarit Prishtinës në këtë seancë. Duhet treguar për hir të opinionit se bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës gjatë vitit kaluar, në mandatin e kaluar, shumë seanca të buxhetit i kemi dështuar pikërisht për shkak mungesës së kryetarit Rama. Kryetari Rama sot nuk është këtu, rrethonat nuk kanë ndryshuar, po ka ndryshuar Partia Demokratike e Kosovës. Pra, kjo rritje është produkt i rritjes së buxhetit shtetit në nivel qendror dhe merit e politikave fiskale të rishpërndarjes qeverisë të Republikës Kosovës, në asnjë mundësi, në asnjë variant merit e qeverisjes lokale. Është alarmante që 3 projekte kryesore janë projekte me probleme ligjore dhe që janë objekt trajtimi nga organet e drejtësisë. Po flasim për sheshin George Bush, për lidhjen e Arbërisë me qendrën dhe për tunelin në rrugën Agim Ramadani. Propozim buxheti për vitin 2026 është hartuar po ashtu në përputhje me kornizën ligjore në fuqi, strategjinë zhvillimore komunale dhe planifikimet afatmesme dhe po ashtu duke u bazuar në qartësinë buxhetore të Ministrisë së Financave 02 për 2026 ku janë të përcaktuar edhe kufiku buxhetor për këtë vit fiskal. I gjithë buxheti i kryeqytetit është i dashur në 5 kategori ekonomike, sipas të cilave në vlera të rrumbullaksuara pyu njoftoi. Në kategorinë e paga dhe mëditjeve për vitin fiskal 2026 janë 48,3 milion euro për këtë kategori. Kategoria e madhe e shërbimeve ka vlerën prej 32 milion, shpenzimet e komunalive 3,5 milion, subvencionet dhe transferet 6,8 milion dhe investimet kapitale 6,8 milion. Ky buxhet është i përcaktuar në versionet e transformimit të kryeqytetit, duke filluar nga projektet e mëdha, të cilat shumica prej tyre janë në implementim e sipër e disa prej tyre janë në përfundim. Letës theksohet se projektet më të mëdha të cilat do të vazhdohen ose do të mbërmbyllen në këtë vit fiskal është projekti i George Bushit, rruga A apo rruga Gjimxhema, projekti në kalimit Agim Ramadani, unaza mëshme, ishulli urban. Buxheti nuk është i vetëm një partie politike. Na, si Partia Demokratike e Kosovës, kemi kërkuar në vazhdimsi këtë transparencë, këtë dëgjime publike në shumë, këtë dëgjime publike të kuvendit, asamblesë dhe me të shëtafë, këtë planifikim atë mirë, gjitha janë legjitime sepse janë në kuadër të parimeve të buxhetit. A kemë propozime? Po, si kur këshim qenë qeveri se këshim pas propozime. Edhe sot mund të themi që kemë propozime. Por sot për neve më të rëndësishme janë parimet për buxhetin se sa kërkesa. Dërsa po e shohim te ju që po akuzoni se lëvizën të ndosje, fillimisht tani që nuk e votojnë buxhetin, pastaj i keni disa kërkesa, dhe nuk ju kuptoj këtu, a jeni tash për me ndryshu buxhetin, a nuk e votoni edhe nëse ndryshon buxhetin. E fundit, çështja e buxhetit tashmë ka hyrë në limitet kohore. Në momentin që po flasim, as niveli qendror nuk ka buxhet. Deri me një marsh qytetarët presin, a kanë marrë paga në sektorin publik. Dhe këtë përgjithësi duhet me bëjë partia lëvizave të ndosje. Po nuk mundem në këtë situatë, kur 2 forca politike, për mujtë tonë, janë përplas me sveti, edhe për buxhet, dhe për shumë projekte që sot kanë betë bllokume në Prishtinë, me vazhdu me marrë pozicionim kundër buxhetit, për inate politike, pse nuk e ka fitu Partia Demokratike e Kosovës Prishtina, na inate nuk ja kemi marrë atë qytetit, atë shtetë. Nëse nuk respektohen parimet që na pikërkojnë, ajo është mirë edhe në qeverisës. Kjo nuk në kupton një barikadim tonin, për mos me shblloku një situatë në cilën na jemi sot. Partia Demokratike e Kosovës sot, mas diskutimeve, edhe pavarësisht a ka vullnet më marrë propozimet ose jo, a ka më marrë parimet që na pikërkojnë, edhe kemi kërkuar për buxhet, Partia Demokratike e Kosovës Prishtinë ka me votu buxhetin. Po ka me votu me arsyen e vetme që mos me met buxhetit, mollë sherri, mes 2 subjekteve politike. Mundohem me mirë kuptu leutrimin sepse me të vërtet është pozit shumë e rëndë që me ndryshu në mënyrë drastike për një kohë kaq shkurtë. Unë e kuptoj këtë nevojën e këtij
pak për me mashtru veten e pak për me i bind antarët e grupit, po të pak këtën ne të tjerëve këto nuk mundet dhe nuk ka nevoj me na shqit në këtë mënyrë që shpa këtë tënë. Ky buxhet është jashtëzakonisht i rëndësishëm për kryeqytetin dhe në asnjë moment vetëm lëvizja vetë vendosje nuk tha që është kundër buxhetit. Ne jemi kundër projekteve me probleme ligjore që janë pjesë e këtij buxheti.